e kemi pa ndonjë lëvizje, po presim me u përsërit skenori njëjtë, seancat mos gjast më shumë se një gjysmore, edhe të kthehemi në shtëpi. Kjo nuk është e drejtë. Nuk është e drejtë kjo që po ndodh, nuk është e drejtë kjo bllokim i seancës që po bëhet nga zoti Kurti dhe partia e zotit Kurti. Është dashur të sigurojë shumicën e thjeshtë në mënyrë që të konstituohet kuvendi dhe jo vendi të kalojnë sa muaj mos kemi konstituim të kuvendit. Njëkohësisht po ndodhin shumë ngjarje, gjendje rënë ekonomike, shtrëngtimi i energjisë elektrike, nuk po mundem me mbikëqyr punën e qeverisë, po e shihni se si ka lulëzuar korrupsioni dhe në fakt ne nuk e kemi mundësinë e monitorimit të digastereve të ministrisë, të cilët padrejtësisht po e mbajnë, sepse zoti Kurti dhe ish kabineti qeveritar para dite janë deputet, mas dite kthehen në zyret e tyre në qeveri. Po shihni që pengesa tashmë ka nisur edhe në forma të protestave si kjo e avokatit, por po ashtu edhe dje është një ide nga deputeti vetëndosur Saki Bahtiri që mbase të pret një kurban me rastin e fesës se mund të bëhet mbase ndonjë ndryshim. Ku i gjendet qarja në këtë rast? Kërkesat e qytetarëve për zhbllokim të situatës janë të arsyeshme, ndërsa për kërkesën e zotit Bahtiri është mirë që atë kurban ta prej bashkë me Albin Kurtin edhe ndoshta munden me i sigurue votat për me kalu Albolena Haxhi si parlamentare. Kushtetuesja të japë përgjigje pozitive kërkesës suaj. Ne po presim momentin që kemi dorëzuar, ne kemi kërkuar që ta trajtojmë me prioritet dhe duke pa rrethonat e krijuara, unë po mendoj që rrethonat i kryuar, po mendoj që kushtetuesja duhet me qenë tepër e vëmendshme dhe me i dhënë zgjidhje. Ndoshta është mirë që me përcaktua afatin kohor, sa ka të drejtë lëvizjave vendose me shfrytzu këtë afat kohor për propozimin e kandidates në këtë rast për kryeparlamentare dhe jo në infinit ta ketë në pafundësi ta ketë të drejten për kandidim të njëjtës kandidate edhe përcaktuar afatet kohore. Tashmë ka kaluar rreth një muaj 60 ditë në fakti ka konkret në dispozicion gjykata për të marrë një vendim. Mendoni që duhet të shkojë deri në limitet e saj, pra deri në kohë maksimale? Sërdosh, sepse unë po mendoj që lëvizjave vendose dhe zoti Kurti po dalin turpshëm me këto deklarata, me këto veprime, është dash me ndryshu, me pas me reflektu, me thonë nuk I kemi numrat edhe me jep mundësi një parti tjetër nëse mundet me e bërë shumicën e thjeshtë. Jeni ju përgjigjur të dyshta? Ne ju kemi përgjigjë ftesës presidentes, kemi shku, ftesa ka qenë përzgjedhje lokale, shohim se si do të rrjedhë.